Por duke kthyer edhe një herë tek shorti presim tashmë. Jemi në ankth, nuk e dim shpresoj. Por paga shumë. Okej, dihet tashmë do shohim kundërshtarët. Nuk e di pse më kam një lloj kështu ndjesie me këta që jemi ndeshur, Poloni, Çeki. Ndoshta Slovakia duket pak më Slovakia ndoshta mund të jetë më favorite për ne. Kock më e fortë. Jo, mund të jetë Kock më e fortë tua? Kock më e fortë, po për ne mund të jetë pak më, sepse nuk është se e kemi shumë të lakuar. Në shkuar me Slovakinë, çfarë rezultatesh kemi? Po ato kanë qenë kështu të ndara, se deri në vitin 92 Çekoslovakia. Kanë qenë Çekoslovakia, pastaj u ndanë, është një histori tjetër. Kemi pasur kemi më shumë. Me Çekin kemi më shumë. Me Çekin kemi më shumë ndeshje. Më shumë ndeshje, okay, edhe fitoret më të fundit me Çekin edhe me Poloninë. Na kanë gjithë shumë ato. Ndërkohë, padyshim tek emrat që janë kualifikuar tashmë, ju përmendët Skocia ishte surpriza më e bukur që çoi në play-off Danimarkën. Mbaj mend shumë vite përpara ka qenë një ndeshje mes Rumanisë dhe Danimarkës. Në vitrinën e kujtimeve të mia për futbollin, ajo ka qenë një kryendeshje për shpirtin e garës. Dhe sa ka dalë? Fitoi Rumania. Okej. Po ishte 3-2, po ka qenë një ndeshje jashtëzakonshme që nuk e kam parë një topin jashtë. Nuk kam parë një kthim topi ke portieri. Sepse tani shoh më shumë në këtë futbollin e sotëm, po shoh edhe ndeshje që janë luajtur në këtë kompeticion, kemi shumë topa të kthyer te portieri. Atëherë s'kishte se nuk lejohej, edhe me rregull. Po, është vërtet, po pra domethënë futboll shumë i Skocia, siç është futbolli anglisë pak a shumë. Po, që nuk ndalet kurrë. Ndërkohë emrat e mëdhenj kanë bërë detyrën. Anglia tham, Gjermania po, Holanda, kush Franca, Spanja, kush e më favorit? Po kur vjen puna te këto finale, gjithmonë Spanja është një kos shumë e fortë. Spanja, Franca janë ekipe që bindin kur vjen puna për aty ku duhet. Aty ku duhet, po nuk çalojnë. Brazili, Argentinë, si ishe? Brazili me Ancelotin tashmë. Brazili është natyrisht është një ekip që hyn me favoritin gjithmonë, që tregojnë me gisht njerëzit që po të pyesësh opinion do të jetë kampion Brazili ose është gjithmonë Anglia, it's coming home që asnjëherë nuk Anglia nuk ka patur fat pra 166 Anglia asnjëherë ka ngelur rrugës. Pra një Angli që ka kampionatin më të bukur në botë, për mua, nuk arrin dot të jetë kampion e bote. Hajde gjetesh. E kuptoj. Por pra të thotë edhe Argentina e Messi. Po Messi është në ato kur. Se puna Portugalisë, pra. Portugalia e Ronaldo dhe Messi janë drejt fundit. Okej, do ishte bukur të ishte. Ja ruiçë. Do ishte një dhëm të mbetet. Një përballje e fundit mes tyre në botë, do ishte interesante. Këtu do shkoj te historia, do shkoj prapë. Aty do shkoj. Nuk beson të kesh. Kupat e botës gjithmonë shkojnë te historia, te emrat e mëdhenj, te këta gjigantët që kanë qenë europiane që kemi pasur Danimarkën, ose Danimarka që erdhi nga pushimet, po. U përjashtoi Jugoslavia. Kështu që Danimarka ose Greqia, kështu që doli arritit ose Greqia në 2004, që vetëm një person në botë e kishte piketuar kampione. Në Angli, të këta bufmesë. Të baste që vendosen. Okej, por pra ti thua botrori nuk ka. Unë them jo, nuk do ketë. Thjesht kanë shkuar disa skuadra që kanë bërë në një ndeshje të bukur ose në një surprizë, ka qenë rasti Kamerunit apo dhe ekipe të tilla, por jo që kanë shkuar deri në ose siç ishte kur u bën Korenë e Jugut, që ishte kjo me Japoninë. Korea me padyshim Japoninë aty, por ndërkohë nga ana tjetër kemi botrorin Kroacia për shkak ka qenë një ekip që ka arritur deri në vendin e tretë botës. Po, okej, nuk është surprizë, nuk thuar surprizë. Kroacia shkollë. Shkollë futbolli, padyshim. Futbolli jugosllav që ka qenë më me emër i cili ka marrë pjesën në finale të kampionateve europiane. Ndërkohë vendosje botrori në Amerikë, Meksik, Kanada. Kjo shpërndara mu nuk më pëlqen. Kur është shpërndar? Shpërndar duket sikur shpërndar dhe vëmendja. Ndërsa kur është në një vend sikur është më i mbledhur. Edhe për gazetarët, për shumë gjëra pra, kur je në një vend i ke gjërat më të kopsitura, më të mbledhura, ndërsa kur je shpërndar se janë kontinente të largëta, nuk janë që janë 2 shtete në Ballkan apo 3 shtete në Europë. Janë shumë të shpërndara. Janë të mëdha shumë, domethënë për të thuar nga një qytet tjetër duhet avion. Duhet avion, nuk është shkon me makinë dhe i arrin ti shohësh, ti ndjekish, ti shijosh, ti prekësh. Ama, nëse Shqipëria shkon atje, tifozët shqiptarë do të jenë padyshim, ka pa diskutueshme, ë? Ata kanë filluar që tani duke përnotuar. Imagjinohet sepse besojnë që Shqipëria do të jetë në botror. E di sa besojnë njerëzit?
ti nuk e ke den. Kudo që unë takoj, sepse ne gazetarët sportive padyshim jeni gjithë sigur dini më shumë, do të dini diçka më shumë. Ti di diçka tjetër, ha na thuaj pak. Ti mund dish më shumë. Po, ideja që gazetarët sportiv dinë diçka, dinë ato të nëndeshmet. Ose kur pyesim unë është shumë e bukur. A ka bisedu duka me këta për në... Po, e ka mbyll pazarin. Deri aty arrin, pra biseda tavolinash. Po. Por gjithsesi, padyshim jemi ende profet zoti Infantino, presidenti i FIFA-s, në këtë moment presim hedhjen e shortit. Ishte edhe takimi që bëri me presidentin Trump. Edhe video me Ronaldo. Me Ronaldo, po. Pra, kupton sa i ndjeshëm është futbolli, shumë i ndjeshëm. Ka çan ndjesi e ka. Padyshim është sporti që bashkon pafund në gjithë botën, por sërish janë disa shtete që, okay, po marrim rastet, po e shija edhe dje në rrjetet sociale, si shpjegohet që shtetet që kanë numër më të madh popullsisë nuk janë në futboll. India, Kina, Pakistani, Indonezia. Kina nuk kanë traditë. Nuk mund të thuash që në 1.3 miliard kinez ose 1.4 miliard indian, mos gjesh 23 veta. Interesant. Loro Borici, indieri. Apo, që ka qenë në Kinë për... Ka shku në Kinë të mësoj futbolli kinez. Dhe ata kanë bërë një ndeshje nga vite 74, mos gabon, dhe aty për Lat Musta, në një ndeshje që fituam në 5-2 këtu, shkëlqeu, bëri një pritje akrobatike, pas vite 70, pa u prish me Kinën, dhe që aty për Lat Musta mori famë dhe u bë një nga portierët më të mirë, jo vetëm të Shqipërisë, por edhe në Europë, pra, me partizanët dhe me kombëtarët. Pra, Loro Borici ka qenë arkitekti i futbollit kinez. Imagjinohet, sepse kanë traditë. Okej, Loro Borici është figura një nga figurat më të drejtuara futbollit shqiptar. Amerikën, vetë Amerikën. Nuk është se ka patur në shkëlqim në futboll. Ata kanë bejsbollin më shumë. Bejsboll, to kanë cricketing, këto zona të por të mendosh domethënë që në 1.4 miliard kinez dhe indian, në 2.8 miliard kinez dhe indian bashk, mos e gjenden 23 lojtarë. Nuk ushqehen. Nuk ushqehen me atë dashurinë për futbollin, për këtë sport, nuk e ushtrojnë, nuk është se ushtrohet atje. Nuk është siç është në Brazil që në çdo shtëpi gjen 2 futbollistë, 3 futbollistë. Po kupton, apo edhe Shqipëria që e ka me shumë pasion futbollin. Ti pyet prindit, çfarë do ta bësh futbollistët, direkt. Po. Mund të ketë prirje tjetër djali. Jo, ato do ta bëj futbollist. Pra është ajo. Do të më dasani, duke qendruar pak te kjo prirje në Shqipëri, si po e shihni? Pse jemi ende pritet të shorteve mund flasim padyshim. Si po e shihni këtë brezin e ri? Të fëmijët, fryma për të marrë me sport, e lën futbollin. Për të marrë me sport, sa e madhe është? Ose sa ulët është, sa e vogël është? Unë them që interneti ka prishur shumë punë. Të marrit rrjetet sociale, interneti ka zënë shumë kohë të trit, dhe pak i shohin. Unë me keqardhje dhe vërej që lorat me dorë, sidomos, janë zbërë shumë. Përpara këshin pallatet plot, stadiumet plot, i kemi më pak. Ka kampionati që rrezikojnë, ka sporti që rrezikojnë të mbyllin një kampionat. Apo në të pikë është ndryshuar edhe formula, po. Është ndryshuar formula disa sporteve që kanë qenë me traditë në Shqipëri. Po që nuk kanë më rënë nga kategoria, kështu janë gjithë, vetëm një kategori bëhet. Mungon gara. Mungon, sepse ku nuk ka sasi, nuk ka dhe cilësi, se mungon gara. Me 2-3 skuadra, me 4 skuadra, do të ketë volum, do të ketë sasi që të ketë cilësi, të ketë prurje. Mungon prurjet. Futbolli ka akademi. Për shkak, dikush mund të thotë, mund të kthehet klasave sportive dikushme. Klasa sportive kanë filluar tani pak a shumë. Po, siç ka qenë dikush mund ta quajë si një betje nga e shkuara, por dikush mund ka pasur gjëra të mira, kanë qenë gjëra të mira, edhe pse kanë qenë në sistemin që ne nuk e duam. Por kanë qenë sa gjëra që kanë qenë pozitive. Unë mbaj mend ka qenë një shkëndije famshme. Po. Por talentet më të mëdha të futbollit shqiptar aty u gatuan. Në shkolla e mështrisë sportive. Absolutisht. Që ende ekziston ende si shkollë? Ekziston si shkollë, por nuk ka të cilësi që ka patur. Nuk ka të emra që dilni atë që furnizojnë ekipet kombëtare. Kështu që... Duhet një strategji, një gjë, se flitet shumë, një politikë stimuluese. Duhet një stimul, duhet një politikë stimuluese për këta. Për fëmijët, për prindërit, pra duhet dikush marrin qoftë në mbështetje financiare. Një bashkëpunim jashtëzakonshëm. Dikush më ka thënë, nuk më kujtoj zoti Metasani, kush më ka thënë që për sa kohë prindërit duhet paguajnë për të shkuar fëmijët në sport, atëherë nuk ka sport. Është një vend në Europë që është falas. Jo, që i paguajnë. I paguajnë fëmijët. Paguajnë shteti. Paguajnë shteti për fëmijët që shkojnë në sport. Edhe ne mund ta bëjmë për 1 ose 2 vjet për shkak. Duhet bërë kjo, sepse ashtu do ta nxisim prurjen e talenteve të fëmijëve në fusha, vërshimin e tyre,
Shqipëria dhe shqiptarët në përgjithësi vetëm Shqipëria, shqiptarët kanë shumë talente në futboll. Kanë shumë talente. Dhe jo rastisht kanë shpërthyer në gjithë Europën dhe në gjithë botën. Dhe ata që ishin jashtë u bën më të mirë sepse kishin kushtet më të mira. Kishin trajnimin, kishin shumë avantazhe. Kështu që tek ne ka pak munguar infrastruktura në përgjithësi, por tani ka filluar dhe janë bërë disa fusha, janë bërë stadiume, janë bërë akademi, por tashmë duhet të pretendojmë më shumë, duhet kemi më shumë lojtarë që të furnizojnë dhe ekipin tonë kombëtar, nga kampionati shqiptar, sepse nuk ka. Futbolli me drejtë tha që futbolli gjithmonë është ende atraktiv, është atraktiv dhe ka mbështetje. Ka dhe interes, ka dhe pagesat mira. Po, por ama ju përmendët sportet me dorë që janë faktin që një futbollist në Shqipëri merr 2-3.000 euro. Ka dhe që marrë 10.000 muaj. Patjetër. Ka dhe që marrë 20.000 muaj, po flas për në mesatarisht. Por ama 2-3.000 që ti nuk i merr asun. Patjetër. As edhe shumë profesionet tjera, as edhe një inxhinier nuk i merr. Është shumë e vërtetë. As edhe një mjek nuk i merr. Flas për profesion fiks zyrtare. Flas zyrtarët. Por ama është dhe diçka të sportet me dorë që ju përmendët thatë që okay, ka shumë nuk është më vëmendje dikushme, por unë vëre diçka që çdo vit del nga një ekip. Pra nuk ka vazhdueshmëri. Po diu një vit, le të themi në volejboll, është i pa i përmendur skuadrat, me gjithë respektin. S'ka të bëjë Korçës, për shembull, që është kampion për femra. Një vit, këtë vit është Pogadeci. Pra nuk është se ka një ekip që ka vazhdueshmëri. Ku është paraja? Po vetëm për një vit. Tradita nuk luan më. Vetëm për një vit jepet para. Sepse i marron lekët aty. Pa edhe këtu duhet gjetur një pallati sportit. Unë nuk e çoj dot vajzën, nuk kam 3 vajza, nuk e çoj dot vajzën tim atje, se është i ftohtë. Është Po, nuk ka ngroje, nuk ka... Ja, mbaroj, sepse ti i prind, dhe ti thua që unë... Do të çoj ti mirë ose vajzën tim aty nuk e çoj. Kur ne të kemi kushte dhe të kemi infrastrukturë, mendoj që do të kemi më shumë sport, më shumë cilësi, edhe më shumë sasi në gjitha ambientet e sportit. Sportet individuale, peshngritje vjen ende. Kemi peshngritjen po. Ka ende, ka prodhuar gjithmonë peshngritjen. Kemi këto, tashmë janë ndruar rolet, tashmë po vinë të huaj tek ne. Pra, dikur ikshin shqiptarët në vendet tjera, tani kemi këto 3 mundësit që kanë nga Rusia dhe nga këto vendet. Është e mirë kjo? E mirë nuk është, por kjo thjesht tjepat afirmimin në botë, por nuk është se tjepat kënaqësinë.